Përshëndetje për kreqove. Oh. Oh my god. Sorry bro. Oh my god bro. Okay. Përshëndetje për kreqove që mirë se ardhët në këtë video një mia dhe kjo është video me radhës një doku. Për momentin jena këtu tek loja, tek një reagimi ri te muzika e DJ Gimbos, po ashtu edhe Rezarta Shkurta, DJ Remix. Për momentin dhe me thonë është e Rezarta Shkurtës kjo muzika, po normal që edhe DJ Gimbo si DJ dhe me thonë e bon remixin e vetë, edhe të shofim se qka është muzika. Shkojna krejt bashk, na falni për në fillim bro, po... Hi baby, Rezarta. Mëndej me thot vetëm, kam nevoj për ty. Okej bro, okej. Dhe me thonë, më pëlqej diçka për shkak se në këtë videoklip janë DJ Gimbo, po ashtu edhe Selin. Selin është e banorja e Big Brother VIP Albania, kurse DJ Gimbo është po ashtu këta në Big Brother kanë kriju lidhje edhe elhamdulillah edhe jashtë Big Brotherit janë duke u mbajt si qift. Elhamdulillah, shqyr inshallah u gëzofshin ta njetën edhe u plakshin bashk derin u plakshin deri kur thosi madhi Allah. Kështu që po djem, shkojmë tash ta shohim Rezarta Shkurtën bro. Rezarta Shkurta është super nice. Kështu që shkojmë ta shohim. Okej. Videoklipi mas shumë të që më ka pëlqyer është që kjo bro, për shkak se ishte Selini dhe Gimbo, po ashtu edhe do parti ishin atje, edhe okej. Paka shumë dhe me thonë videoklipi sensual, okej, po fondi që shtu bëhot e vla parja. Okej, shkojmë të shokim se qka po bëhot, okej, Selinja bro, okej, oh my god. Okej, diçka... veç pak si anisi. Bro, diqish... diqish bro, me ju thënë drejten, si femna shqiptare s'ka kërkondi bro, sinqerisht. I ka kriju i madhi Allah, i thash krejt femnat janë të mira, krejt vajzat janë të mira, krejt gjinia femërore është e mirë, ama diqish si shqiptarët, nuk e di. Edhe ruset bro, diqish ma të mira në dunjo. Çka thot? Okej, për momentin dhe me thonë nuk pas ka lyrics, nuk pas ka tekst, ama na tash kena me e shiju vetë, shofim se ape kuptojmë çka po thot apo jo, okej? Shkojmë. Hajtë lo. Bro, shumë zobe. Të dashurova baby. Okej, që këto është dhe me thonë pjesa e DJ Gimbos që si DJ për momentin besoj se është një ndër DJ-t më të fortë në Shqiptari. Duke përfshi Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë, Balin e Zi, Preshevën e krejt. Okej, ma shumë si DJ bro kona. Nuk... Wow, jo, bro, e di çka pe du me shiku që këtë videoklip. Për shkak që këtë videoklip po du me shiku vetëm për shkak të Selinit edhe DJ Gimbos, ta shohim çka kanë bërë dhe me thonë në videoklip, okej? Se nuk ka diçka kështu wow, dhe me thonë muzika, ama më shumë pëlqen mu videoklipi, okej? Tash edhe muzika është super nice, apo kuptoni, teksti është nice, është super nice. Më unë thjesht jom duke shiku këtë vetëm për... Okej, hajtë të shofim tash se... Okej, jam duke shiku dhe me thonë DJ Gimbon plus edhe Selin në uj, si në dejet, ama nuk e di bro. Bro, what? Ndoshta, oha. Plus 18 jem, mundësisht. Ope se s'jam duke po këtë gjo. Okej. Bro, diqish këtu po mdoket si Photoshop, ama po mdoket edhe si realitet o bro. Ape kuptoni për shkak se nuj, për shembull këta nuk rrin drejt, po normal që uj dhe me thoni i merë për shembull kështuni, okej? Ama diqish jam duke më shkull mendje për shembull tash që këtune
Uj për shembull këtë don, për shembull e bën të madhe, apo e kuptoni, nuk është domethënë që ashtu në vi. Okej. E qish kanë mujt me nejt o vlla nuj këta këto. Okej bro, nuk e di. Në diqish atë qifti maj bukur, maj mirë që e ka atë lezetllëkin e vetë, që janë domethënë DJ Gimbo edhe Selin. Sinqerisht o djem, për mu domethënë Selin është shkon një ndër banorët më të mirë, edhe që ka ditë me i lujt lojen shumë fort në Big Brother, edhe që kom respektu nga fillimi deri në fund, për shkak se diqish këto domethënë vipa që futen në Big Brother, nga fillimi unë direkt nëse e shikoj dikant, për shembull edhe Mirin kur e kam shikuar, plus edhe Selin kur e kam shikuar, diqish thosha që këto di kena në fund të finales, edhe që ashtu ndodhi bro. Kam nevoj për ti sonte natën. Okej. Bro, what? Veç pak të lomo të dajgjës? A më thosh që kia i Big Brother, i Kosovës, që qki qeli? A i besniki më thosh? Nuk e di, jo, besniki be një fara jem një qetër, nise. Ha. Okej, bro. Tapo videoklipi ma i fort për momentin për këtë vit, sinqerisht. Dhe me thonë, nuk e di, nëse ka në njoni për shembull që më tregon se është në videoklip më i mirë se që kjo, kallzoni se po du me shiku, okej? Okej, tash e kena këtu në shkretatir, okej, bro, wow, si, bro, ju kanë shku mendje dhe me thonë edhe në shkretatir me bo dhe me thonë që ketë, okej? Videoklipi super nice, bro, veç po du me e ditë se ku është që ki vend. Ki pejsash i ngjan rojereve të thata dhe vulkanike si shkretatira e mojanëve në Kaliforni. Skenat të ngjashme gjenden në zona të thata dhe malore si malet Anti-Atlas dhe Marok. Wow, okej, dhe me thonë këtu konën në Kaliforni, bro, jo në shkretatir. Okej, ama sinqerisht, bro, wow. Që ki vendi dhe me thonë ishte në Kaliforni, djem, okej. Dhe me thonë ki pejsash i ngjan rajoneve të thata dhe vulkanike si shkretatira e mojave në Kaliforni, okej? Skenat të ngjashme gjenden në zona të thata dhe malore si malet Anti-Atlas dhe Marok. Vendet të ngjashme përdoren shpesh për aktivitete aventureske si ngjarje jashtë rrugës ose ture në shkretatir, okej. Qashtu e paska dhe me thonë atë lezetllëkun, okej? A më sinqerisht po du me thonë që është një ndër videoklipet më të bukura në histori të muzikave, okej? DJ Gimbo, tolau mi dajgjës. King e kom DJ Gimbo, valla. Okej, ta bëllio bro, valla. Super nice, okej, më kallzoni tash, bro, më kallzoni tash në koment djem se çfarë mendoni për këtë videoklip. Videoklipi për mua ishte shumë nice, ekstrem bukur. Selina dhe DJ Gimbo e kanë zbukuru hala ma shumë atë videoklipin. Edhe po du me bot diçka, apo doni une me reagu të krejt muzikat e gjestit, nga fillimi deri në fund, okej? Këta të fundit dhe me thoni kom reagu, ama po do me dit për juve edhe muzikat e vjetra para 3, 4, 5 vjete, a doni me i reagu apo jo. Kështu që ka që ishte video, respekte për krejt juve, falënderit shumë, kanalin e DJ Gimbos e keni në description, kështu që kalofshi sa më mirë, Allah ju dashtë mira, kalofshi sa më mirë, bye bye.